Analizat e gjakut janë shumë më rëndësi, sepse në analizat e gjakut mund t'i zbulojmë shumë sëmundje paraprakisht shumë herët, po edhe t'i diferencojmë diagnozën shumë më saktë. E për atë arsye, bërja analizave të gjakut në intervale të caktuara, sidomos në moshë më të lartë prej moshës 50 vjeçare është shumë më rëndësi. Aty ka shumë parametra të cilat mund t'i zbulojmë sëmundjet shumë më herët. Dhe zbulimi i sëmundjeve shumë më herët është edhe trajtimi pastaj është shumë më efikas edhe më i lehtë.